Mesh po përgatisim kajmakçen dhe në një enë po shtojmë 10 vezë të plota. Tash këtu shtojmë 10 lugë të gjellës me sheqer. Nëse kajmaqinën do e përgatesni në këtë mënyrë, unë ju garantoj se asnjëherë nuk ju ndështon kjo recetë. Vazhdojmë vezët dhe sheqerin. I rrahim me tel kuzhine, jo me mikser. Për 2 deri në 3 minuta derisa të formohet shkumë mbi. Mandej shtojmë 1 litër qumsht. Vazhdoj me përzim mirë, edhe sheqeri të filloj të tritet mirë. Mandej kajmakçinin do ta kullojmë në kulluese. Gjithmonë duhet me bë këtë proces, sepse shikoni si mbeten truptha, dhe nëse i lëm këto kështu, atëherë kajmakçini nuk na del ashtu siç duhet. Pra ja largojmë këto dhe tash po vazhdojmë po e transferojmë në një enë apo në një tas, sepse kështu më lehtë do e kemi që t'i hedhim ose t'i mbushim gotat me kajmaqen. Tash po vazhdojmë edhe po i mbushim gotat mirë plot. Pra, po e shikone, mirë po është mirë që ose ta leni kajmakçinën pak të pushoj, ose pasi t'i mbushni gotat, po shikoni që po krijohet mbi një shtresë si shkumë, pra kjo nuk duhet mu kriju. Prandaj ne krejt në fund do ja largojmë pra shkumën mbi, nuk e lëm, kështu ja largoni mirë me lugë. E pastaj do t'i vendosim në tepsi gotat. Ju mundeni me përgatit edhe në tepsi, pra nuk do me thonë që çdo herë duhet me u përgatit në gota. E pastaj shtojmë tek tepsia ujë të ftohtë, derisa të mbushet përgjys tepsia ku keni me e pjek edhe kajmakçinin. Pra, unë këtu shtova 1 litër e gjys ujë. Tash në momentin që i kam shti në furr, ja lshoj furrën në 220 gradë. Pra, në 220 gradë do t'i lë kështu derisa pra të pjeket kajmakçini mirë. Me rëndësi është që uji që është në tepsi mos të vloj. Nëse uji ju vlon, atëherë do t'ja zvogloni temperaturën. Dhe kështu për 35 deri në 40 minuta kajmakçini do t'jetë gati. Unë e lash që të ftohet në temperaturë dhume, e pastaj do e fus në frigorifer. Por tash vetëm për t'ju demonstruar, shikone se sa i mirë është bërë. Edhe pse akoma nuk e kam futur në frigorifer, sepse kur qëndron frigorifer edhe pak, pra ka me bo më i mirë se sa që po e shikoni këtu. Kajmakçini është bo si djathë, shikoni se sa i mirë që është. Provoni recetën, sepse jam e sigurt që do ta pëlqeni.